kolegët e mia të dashura që do ta trajtojmë një temë që i prek direkt gratë e besa indirekt burrat. Të dashura, mirë se erdhët. Mirë se u gjetëm. Mirë se u gjetëm. Po shpresojmë që kemi me pas një diskutim shumë të mirë, të ngrohtë, ndajherë edhe revoltues për çështjen e trashëgimisë. Trashëgimisë së grave. Pse në shoqërinë tonë shumica e vajzave nuk e gëzojnë këtë drejtë ligjore, këtë drejtë fetare? Qysh qëndron kjo çështje në aspektin ligjor? Pse ngurrojnë vajzat shqiptare me e marrë trashëgimin nga prindrit e tyre, e pse ende kemi prind të cilët nuk janë të gatshëm me e nda një pjesë të pasurisë për vajzat e tyre? Këtë temë do ta diskutojmë dhe po shpresojmë shumë që ka me pas një ndikim pozitiv te krejt audienca. Çika, a pajtoheni me këtë që e thash? Po, patjetër. Patjetër. Unë personalisht mendoj që është një numër i madh i faktorëve të cilët na penalizojnë neve femrave në shoqërinë tonë për mos me e gëzu këtë drejtë të Zotit që na e ka dhënë në radhë të parë, e mandej edhe që na e garanton ligji, po megjithatë ka shumë çka që ndikon, e prapë se prapë konsideroj që kohëve të fundit, viteve të fundit, gjeneratat më të reja kanë nisë me e thy këtë tabu edhe vajzat po e gëzojnë trashëgiminë e tyre. Ka në mes të këtij revolucioni, ka edhe viktima të cilat për pasojë prishën, domethënë shpeshherë edhe raportet mes vllazërve edhe motrave, sepse janë rritë në qatë formë që kur janë përkund ndjep, ti i zoti kësaj shtëpie, ti ke me marrë këtë trashëgimi, po tash kemi vajza syqel që nuk priton edhe me i prish ndoshta raportet për me e marrë pasurinë e vet. Po në anën tjetër, pse ndoshta edhe mos me u prish, se në këtë rast edhe vllau po afron gatishmëri për me u prish nëse ajo kërkon pjesën e vet. E në këtë rast kjo kush realisht është në këtë rast gabimi? A vllau që mund të më nga motra për një diçka që i takon, a motra vllau për një diçka që nuk i takon, e motra për një diçka që i takon prap gjykohet e paragjykohet edhe shihet me një sy jo të mirë nga shoqëria. Unë mendoj që pa kanë fajtor vllaua motra është fajtor prindi, baba. Domthonë është një drejtë që po folim, është e drejta, ndoshta e drejtë themelore për një pabarazi shumë të thellë që ekziston, madje ekziston sot, vazhdon me ekzistu, edhe pse po jetojmë në kohë moderne, është një drejtë që e lejon Zoti, e lejon ligji, e ndalon njeriu. Kush njeriu më i dashur, më i afër, prindi, baba ose nana. Tani është vllau. Unë mendoj që po e marr fjalën, ndoshta pa më drejtu pyetja. Pa problem, tamam. Grave, femnave ose vajzave i bëhet padrejtësi hala parë në këtë jetë. I bëhet padrejtësi me jetën e tyre hala pa fillu me jetu jetën. Kur? Që në shtatzani. Pse? A e din sa nanat, kur e kuptojnë nanat ose familjet në shoqëri që kanë preferenca meshkuj, kur e kuptojnë gjinin që është vajzë, sa abortet shkaktohen për shkak të gjinisë vajzë. Domethënë, pa dalë te trashëgimia që tema jonë sot më është trashëgimia, po du me përmend që grave, vajzave, femnave i bëhet e padrejtë, i cënohet e drejta për me jetu, hala pa fillu me jetu jetën. Që në shtatzani.